Prokuroria e Lezhës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim çështjen penale numër 332 të vitit 2024 në lidhje me kultivimin e bimëve narkotike në zonën e Kashnjetit, ku janë marrë të pandehur 3 persona. Ato janë Armando Ndreca, Armel Nikdushaj dhe Elvis Spellzaj, kundaj të cilëve janë ngritur akuzat prodhim dhe shitje e lëndëve narkotike, kultivimi i bimëve narkotike dhe vjedhje e energjisë elektrike ose impulseve telefonike. Seanca paraprake gjyqësore do të zhvillohet në ditët në vijim nga gjyqtari Lirim Bulica, i cili do të vendos për kërkesën e prokurorisë. Sipas dosjes hetimore të prokurorisë, 3 personat në bashkëpunim me njëri tjetrin kishin përshtatur një stan për kultivimin e drogës, ku nga ky ambient u sekuestruan 2973 bimë narkotike, disa prej tyre fidan të gatshëm për të kultivuar në tokë, një sasi lëndë narkotike kanabis sativa, 50 dhampa, pajisje e ventilimi, sende të tjera që i shërbenin kësaj veprimtarie kriminale dhe 3 celular. Goditja e këtij rasti të kultivimit të bimëve narkotike erdhi pas informacioneve të sigurta në rrugë operative nga policia në drejtimin e prokurorisë së Lezhës, ku krye edhe operacioni.